بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Dejjalli dhe pse fitneja e madhe nuk përmendet në Kur'an dhe për këtë thonë dietarët për të ne Ibn Kathiri thonë se çështja e tij tek Allahu Azza wa Jall u kon dhe është më e ultë dhe e nënçmuar se sa ta përmend në librin e tij. Për shkak se ai pretendon të bëjë rivalitet Allahu Azza wa Jall në rububie, apo sa ai thot unë jam Zoti, apo e Allahu Azza wa Jall nuk e ka lënë atë që të përmendet në Kur'an dhe të ketë ai në veten e tij një farlloj vetpëlqimi që çfarë fitnë jo më Allahu ka përmendur në Kur'an. E para është kjo, Allahu Azza wa Jall se ka lënë që të përmendet ai në Kur'an që të mos la yata'adham fi nafsihi, mos të ketë mundësi që ai të konsideron veten se ai është shumë i madh, apo sa që Allahu ka përmendur në Kur'an. E para dhe e dyta që të realizohet fitneja e plot me të. Se po të kish ardhë përmendja e tij në Kur'an, njerëzit e kishin pas parasysh se me të vërtetë që ka fitnë e madhe se e ka përmendur Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Por Allahu Azza wa Jall nuk ka përmendur Kur'an, po e ka përmendur ai të cilit ka zbrit Kur'ani, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njerëzit kanë rënë fitnë, kanë thonë po të kish qenë shumë i madh ai dhe fitneja e tij ish përmendur Kur'an. Por derisa nuk është përmendur Kur'an, s'është i rrezikshëm, e çtu kanë rënë fitnë përmes Dejjallit, pasi që Kur'anin na e besojmë që i ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve të tij besojmë që besojmë Kur'anin, apo për shkak se krejt ka qenë shpallje, in huwa illa wahyun yuha. Krejt ajo që thot ai, e flet ai, vepron ai është wahyun yuha, shpallje nga Allahu Azza wa Jall. S'ka dallim mes asaj dhe asaj. S'ka dallim mes asaj që është Kur'an dhe mes asaj që është sunet sa i përket relacionit se është shpallje nga ana e Allahu subhanahu wa ta'ala. E për këtë shkak ka thënë Dejjalli edhe në formën se si na kanë ardhur lajmet për të, është fitnë. Sepse njerëzit qysh nga herët, nga Mu'tazilit dhe Khawarij dhe Jahmit e kanë mohu Dejjallin. Edhe pretendimi i tyre nuk pse s'është përmend Kur'an. Edhe kanë rënë në fitnë duke e refuzu dhe mohu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.